Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bim ka çuditur të gjithë mjekët, ja pse duhet të mbani aloe vera në shtëpi. Zbuloni pse të gjithë duan të kenë aloe vera pranë tyre, sa diell ka nevojë, për çfarë përdoret kur bëhet fjalë për shëndetin dhe bukurinë, dhe cilat dhoma në shtëpi janë më të mira për ta vendosur atë. Aloe vera është një specie bimore e lëngshme nga gjinia aloe. Bima është pa kërcell ose me kërcell shumë të shkurtër me gjethe të trasha dhe shumë të shkurtër të gjelbra me mish që përhapen nga kërcelli qendror i bimës. Skaji i gjethes është dhëmbëzuar me dhëmb të vegjël. A është e vështirë të kultivosh një bimë aloe vera? Aloe vera është një bimë e shkëlqyer e dhomës, jo vetëm që është e lehtë për të mirëmbajtur, por është edhe elegante dhe nuk ka një gjethe të shumta të cilat do të bien në tokë. Një përfitim tjetër, xheli brenda gjetheve mundet që të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të digjes nga dielli ose acarimet e tjera të lëkurës. A është mirë të rrisni aloe vera në shtëpi? Aloe vera mund të rritet edhe në ambiente të brendshëm dhe në ambient të jashtëm, por nëse e rritni brenda, sigurohuni që ta vendosni në një vend ku do të marrë shumë rrezë dielli. Ju gjithashtu do t'ju duhet ta ujisni rregullisht bimën tuaj të aloes një herë në javë ose kur dheu është i thatë, cilat janë përfitimet shëndetësore të shumta. Përmban komponime të shëndetshme bimore, ka veti antioksiduese dhe antibakteriale, përshpejton shërimin e plagëve, ndihmon në trajtimin e aftëve, zvogëlon kapsllëkun, mundet të përmirësojë lëkurën dhe të parandalojë rrudhat, ul edhe nivelin e sheqerit në gjak. Vlerat e xhelit të aloe verës janë me famë. Ajo njihet si një prej bimëve më mirëbërëse në historinë e njerëzimit. Megjithatë, dëgjuesi duhet të dinë që ngrirja e xhelit është akoma më mirëbërës dhe me vlera. Xheli i ngrirë është i jashtëzakonshëm për lëkurën dhe gjithashtu për shëndetin dhe rekomandohet kundër disa problemeve shëndetësore. Përfitimet më të mëdha të xhelit të ngrirë të aloe verës. Problemet me tretjen. Konsumi i rregullt i xhelit të aloe verës zgjidh një sër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqjen e tyre. Xheli është shumë i mirë kundër fryrjeve, gazrave të tepërt, tretjes problematike dhe njëkohësisht konstipacionit dhe aciditetit të lartë në gjak. Xheli është shumë i mirë kundër fryrjeve dhe gjithashtu rezultatet janë të shpejta. Detoksifikimi. Konsumi i rregullt i xhelit largon toksinat nga organizmi. Këtë xhel ju mundet ta përfshini në lëngje frutash dhe perimesh dhe ta pini atë përpara se të hani mëngjes për të përforcuar tretjen dhe gjithashtu metabolizmin. Kundër anemisë. Xheli i aloe verës është përdorur në kurat natyrale kundër anemisë, verdhësës dhe problemeve me fshikëzën dhe me tretjen. Aloe vera mundet që të përdoret edhe në gatim. Hormonet në ekuilibër. Xheli i aloe verës të rikthen ekuilibrat hormonal dhe zgjidh problemet shëndetësore të cilat prekin pankreasin dhe shpretkën. Për lëkurën dhe flokët, xheli i aloe verës shëron gjithashtu prerjet, çarjet, djegjet dhe mban lëkurën dhe flokët të hidratuar dhe të butë. Sistemi imunitar. Nëse ju e konsumoni këtë xhel në mënyrë të rregullt, sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë dhe njëkohësisht më i mbrojtur, sidomos në stinën e virozave. Si ta ngrini xhelin? Mënyra më e mirë për të përfituar ushqyesit dhe vlerat e xhelit të aloe verës është që ta ngrini atë. Duhet ta ngrini dhe ngrini xhelin e brendshëm të aloes prapa sipën e jashtme të gjethes. Në këtë mënyrë ju do të ruani gjithashtu freskinë për një periudhë më të gjatë kohore. Merrni disa gjethe aloe vera, hapeni pak lehtas dhe nxirreni xhelin prej tyre. Xhelin mund ta hidhni në kubike të akullit dhe ta ngrini.
Nëse diqni lëkurën mundet të merrni një kubik dhe ta mbani mbi zonën e lënduar ose mbi lëkurën me akne. Nëse keni rrath të errët poshtë syve, këto kubik me gjelin e ngrirë janë miku juaj më i mirë. Fërkoni zonën me gjelin e ngrirë dhe rrathët e zi do të zhduken. Nëse keni probleme me tretjen, konsumoni një kub me gjel dhe lëreni që të shkrihet. Gjithashtu, uji me aloe vera ofron përfitime mbresëlënse, ushqyese dhe shëndetësore. Uji aloe vera përftohet nga bima e mrekullive e cila është përdorur prej shekuj për vetitë e saj mjekësore. Uji me aloe vera ofron gjithashtu vërtet përfitime të mëdha mbresëlënse, duke qenë se një gotë me 250 ml me ujë aloe vera përmban midis 50 deri në 60 kalori. Ju gjithashtu duhet të merrni rreth 50% të vlerës së përditshme për vitaminë C. Vitamina C gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e trupit tuaj nga infeksioni, ruan gjithashtu shëndetin e eshtrave dhe dhëmbëve tuaj, se edhe ndihmon në shërimin e plagëve. Aloe vera përmban vitaminë B12, folat, kolin, bakër dhe kalium gjithashtu. Uji me aloe vera përmban 8 sheqerna natyral që formojnë 8 sakaridet esenciale. Këto nuk janë të ëmbël as nuk krijojnë një ndryshim të menjëhershëm të sheqerit në gjak siç ndodh me substanca si saharoza apo sheqeri i zakonshëm. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacidet që i nevojiten organizmit për funksionimin e duhur, nga 7 nga 8 aminoacidet që konsiderohen jetësore për shëndetin. Uji me aloe vera, sipas ekspertëve, ka veti antiinflamatore në sistemin e tretjes dhe përdoret për të ndihmuar në trajtimin e kapslokut dhe të urthit. Aloe vera me ujë përdoret gjithashtu për trajtimin e sëmundjeve inflamatore të sistemit tretës. Uji me aloe vera në organizmin tuaj. Uji me aloe vera lehtëson shqetësimet e stomakut dhe rivendos tretjen normale pavarësisht nga shkaku themelor i shëndetit. Është antimikrobik dhe antiinflamator. Uji me aloe vera parandalon mikrobet nga përqëndrimi në stomak dhe në zorr. Mbron organet nga veprimi i toksinave dhe alergeneve. Pirja e 200 ml ujë aloe vera 2 deri në 3 herë në ditë për një javë është një nga mënyrat më efektive për të hequr problemet tuaja të tretjes. Si ta përgatisni në shtëpi? Ju mund të shtoni 1 deri në 2 lugë çaj aloe vera në një gotë me 200 ml ujë. Mund të shtoni disa pika lëng limoni dhe 1 lugë çaj me mjaltë për shije të mrekullueshme. Ne ju këshillojmë se nëse dëshironi të bëni sasi të mëdha, prini gjethet e aloe verës dhe hiqni skajet e tyre. Pastroni lëkurën nga të dy anët për të nxjerrë gjelin transparent. Grijeni masën e gjelit në mikser dhe ruajeni në kavanoza qelçi për një javë në frigorifer. Pra, siç duket, aloe vera ka vërtet benefite shëndetësore për të gjithë organizmin ton, duke trajtuar sëmundje nga më të ndryshmet, që nga organizmi dhe deri jashtë si lëkura dhe flokët. Por, gjithmonë, duhet të mbani aloe vera sa më të freskët, sidomos më e mira do të jetë nëse ju do ta mbillni ato në shtëpinë tuaj ose ta blini në farmaci. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.